Allah është shpërblet hoxh, vazhdo me pyetjen tjetër. Selam aleikum hoxh. Nëse një motër e vën nikabin, por kur është në shtëpi, ajo e hek para familjes së burrit, kunatit apo edhe musafirëve që vinë, domethënë burra që nuk i ka mahrem. Njëjtë edhe kur shkon te nëna e saj, domethënë e largon nikabin para djemve tagjës e musafirëve që nuk i ka mahrem. Dhe ajo në këtë thotë që e ka menu nikabin me sunet. Nuk e kuptoj dot si mundet me sunet kur gratë e të dërguar ashtu siç ke shpjeguar ti, kur janë mbuluar nuk janë zbuluar më para askujt, që nuk e kanë mahrem. Si ka mundësi të thuhet me sunet? A është kjo shprehje bidat apo haram? Dhe a është e lejuar të vënohet nikabi në këtë mënyrë? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vendosja e nikabit sipas sunetit, domethënë nëse femra mbulohet tërësisht. E kjo është mbulesa vetëm me islamin. Mbulesa islame tjetër nuk ekziston. Për tjera të llojet mbulesave asnjë argument nuk ekziston i saktë. Argumentet e sakta tregojnë vetëm që mbulesa e femrës është e tërësishme, mos u duket për saj asgjë. Transmetimi i Ibn Abbasit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë lejohet të duket vetëm durrët dhe fytyra, është rrajë, nuk është e vërtetë se nuk ka thonë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as që ka thënë Ibn Abbasi, por është transmetim i rrënjshëm. Gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët të gjitha kanë qenë me nikab dhe kanë qenë mbulimi tërë trupit. Dhe nëse dikush mbulohet kështu dhe thotë çka është mbulesë sipas sunetit, është tamam. Por me hek masalena her pas here nuk është për sunetit, kjo është e ditshme. Tash mbulesa është sipas sunetit, po me hek her pas here të filonit nuk është sipas sunetit. Që thuhet, tash nëse dikush ka mundësi me marrë nikabin 80% rasteve, 20% rasteve s'ka mundësi me marrë, a i thujmë në të vendos nikabin që ashtu mos e vendos? Jo, të vendos që ashtu. A petë më mirë është me marrë në shumicën e kohës, dikon kus mundet me marrë, inshallah Allah ja mundësën me marrë, se sa mos me vendos hiç. Por, nuk është për sunetit që para të hujve me hik. Kjo është e sakta e që thuhet. E mira dhe qëndrimi ose mbulimi sipas sunetit është mbulimi të trupit dhe mos me hek atë para kërkujna heq që nuk lejohet me hek përveç në raste të domosdoshme. Kurse nëse dikush ka probleme që dikun detyrohet në farforme me hek ose diçka, tamam ajo që hek e ka gjëna, por pjesën tjetër që e man e ka inshallah shpërblim te Allahu wallahu a'lam.